Thuja e tërë familja u Burgos, po, shkaku, kryesori isha unë. Fillun demonstratat më së pari nga studentët, edhe ne me thënë drejten, kam qenë të mëzëqorë, atëherë se kam ditë ashtë s'ka u shkushtetuta, o thonë asë Republika, termin nuk e kam ditë, por bashkimin kombëtar e kam ditë se kam dëquar në shtëpi tona, në oda tonë. Me 2-3 pellë vinë demonstratat në Vështri, dhe aty edhe si sportist që kam qenë në vijat para edhe kem posë edhe duele me policë, që këshin për nga Serbia, nga Macedonia, nga Bosna, nga gjitha Jugoslavia atëhershme. Shtyroshën sy pushtetit Serboslav, Jugoslav, edhe ashtu fillun vërgosja ime babajt e gjagjajt. Si shkak e që i pjesëmarrjes demonstrata, po? Vlau të madh ishte atëherë nuk është në ushtrinë Jugoslave, thuja e tërë familja u Burgos, po, shkaku, kryesori isha unë, se isha në balë për të istavë, si djali ri, pa ditë më rujt, pa ditë më mbrojt. Delio thotë se në atë kohë qëllimi ishte bashkimi kombëtar, sepse nuk e dinte çfarë ishte kushtetuta dhe termi republik. E kam dashtë në Hoxhën, edhe e kam desh bashkimin kombëtar, thelbi ka qenë kë, po me më konë vetë që shumë ka vetë gjykatë që në gjithë qa është kushtetuta, s'kam ditë mjak të vje, dhe qa është termi republik nuk kam ditë. Për e tash mund të bëna hipokrit, po kjo ka qenë e vërteta. Na kem kërku republik në kuadrë të Jugoslavisë. Me të drejtë shkëputje. Se kemi qenë edhe një pika të pjesë për bërse Serbisë, ne kem kërku më hjeka një pike edhe me qenë i republike, barabart me gjitha tjera deri në shkëputje. Atëherë, fuqia Jugoslave ka qenë shumë e madhe, na shkele, na shkatru, na Dhëran, na Burgosën. Mirë për nësë ndale. Karvani vazhdan dhe e arritëm qëllimin. Gjithsej Mediu kishte kaluar 5 vite në burgje dhe gjithashtu tregon për maltretimet që bëheshin atje. Me të drejtën ata më akuzun se unë jam organizatori i demonstrata. Mirë po, nuk isha organizator. Vetëm keni qenë prerës? Po, në balli pari po, mirë po, organizatori, ose ku, unë nuk isha kapacitet me qenë një organizator. Unë sot mund këto para juve të shes mene, gjithë s'ka, mirë po, unë për të rgoja të sinceritetin edhe realitetin që ka qenë. Pa unë kanë dënu 2 vjetë.